4 milion euro borxh të akumuluar ndër vite ka komuna e Sarajit ndaj kompanive që kanë vepruar në këtë territor, zbuloi kryetari Muhamet Elmazi. Sipas tij, borxh kanë edhe shkollat fillore rreth 198.000 euro. Ndërmarrja për menaxhimin ndriçimin publik ka borxh rreth 127.000 euro. Nga të dhënat e dalura nga dita e sodit, mund të themi lirisht se borxhi i komunës Sarajit, flas si komunë, nga të dhënat e reja të azhuruara është 3 milion euro. Borxhi i ndërmarrjes publike në kuadër të komunës Sarajit, higjiena komunale, është 425.000 euro. Borxhin të cilën e ka qerdhja Filizi në kuadër të komunës Sarajit është 230.700 euro. Sipas analizave të brendshme të komunës të cilat i prezantoi Elmazi, ka pasur kontrata pune për njerëz të cilët nuk janë paraqitur në punë, por kanë marrë pak. Mirëposhtoi se të njëjtit, pasi është ndëruar udhëheqësia komunale, vetë kanë dhënë dorëheqje. Kemi gjetur të punësuar në kuadër të komunës Sarajit me kaltive në pune. Kemi gjetur kontrata të cilat në sistematizimin aktual të komunës Sarajit nuk kanë qenë. E ceka edhe më lartë kur paraqita tekstin para jush, me thonë, kemi gjetë kontrata të cilat persona as që ndonjëherë janë paraqitur në objektin e komunës Sarajit dhe të njëjtit shumica prej tyre që nga dita parë vetë kanë ardhur dhe kanë dhënë dorëheqje. Elmazi u ankua se borxhet e kanë mbajtur komunën të bllokuar prej kur e ka marrë mandatin, pasi që përmbaruesit kanë qenë aktiv. Garantoi që komuna do të delë nga bllokada dhe do të funksionojë në mënyrë të rregullt.